Selam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku jemi momentalisht në Anije, Jo, kjo s'është Anije, as bark nuk është. Kjo i thojt do thot pedalka, si thënë, do barka të reja moderne që me pedale bën lëvizjen dhe qarkullimin. Edhe ecë ka midisi i liçenit për të pa qetësinë e liçenit edhe për të pushu në qetësinë e liçenit. Ndryshe gjendemi në liçenin e Ohrit nga pjesa e Strugës. Dhe veç është fillimi do t'i ngritjes temperaturës. Edhe këtu alhamdulillah kemi musliman që u mundësojnë domethënë xhamatit kalojnë qaste të mira në restoran dhe vend të posaçëm ku ata mund të kalojnë pushime domethënë pa i te kalu normat fetare. Se jena në Anije, mundin me folë diçka lidhe me ata para se të fundoset Anije. Çka është ajo? Na trego ty që. Para se të fundoset Anija është titull i disa ligjëratave që janë mbajtur për xhallave të ndryshëm, madje ka edhe libër ose libër të përkthyer në këtë temë. Qëllimi ky titull është nxjerrë nga hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tregon shembullin e njerëzve që urdhërojnë të mirë dhe atyre që nuk e bëjnë këtë gjë, dhe atyre që ndërrojnë nga e keqja dhe atyre që nuk e bëjnë këtë gjë. Është shembulli i njerëzve të hyjnë në një anije, anije me këtë kuptim e fjalës se na këtu ka Maqedonia ka reprazime dhe barkës si thojmë anije. E në gjuhën shqipe domosdoshmë barka është bark, varka është vark, anije është anije, e kështu me radhë. Po e ka qenë anije do thotë që ka pas shumë kate. Dhe njerëzit që kanë qenë poshtë kur kanë pas nevojë të marrin ujë, është dashur të hypin lart edhe ta hedhin kovën në deti të marrin ujë dhe pastaj të kthehen poshtë për ta përdorur për nevojat e tyre. Dhe kështu udhëtimi i gjatë dhe kjo përsëritet disa herë kjo situatë. Dhe këta njerëz që janë poshtë thënë kështu. Po na jemi më afër ujit se sa ata që janë sipër nesh. Mes nesh dhe ujit është vetëm drasat e anijes. Andaj ta bëjmë një vrim e të marrim ujë direkt këtu dhe mos kemi nevojë të hypim lart edhe të kthehemi poshtë. Se i bezdisim ata lart dhe lodhemi na. Dhe në këtë tregim që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj vazhdon dhe thotë po që se këta që janë lart e lën këta që janë poshtë të realizojnë planin e tyre, do të fundoseshin edhe ata që janë lart edhe këta që janë poshtë. Do thotë kjo është puna para se të fundosë tani. Do thotë të gjithë na, si shoqëri kemi për detyrë dhe obligim të urdhërojmë ka e mirë dhe ndalojmë nga e keqja, para se të fundosë tani, se kur të fundosë tani të gjithë do të na merr. Dhe kjo është një porosi shumë e madhe, shumë e rëndësishme, shumë me vlerë dhe me peshë në jetën tonë shoqërore. Kështu që prindërit duhet të janë kapitenët e anijes që do të mundohen të udhëheqin, të evozisin atë anije në atë formë që të shkon në destinacion caktuar pa u dëmtuar ajo. Pa lejuar që fëmijët, anëtarët e familjes të dëmtojnë atë anije. Kjo do të thotë që imami i xhamisë duhet ta zhvillon jetën në xhamin dhe xhamatin e tij për të arritur deri te destinacioni i caktuar pa lejuar që xhamati të dëmton atë anije. Kjo do të thotë që drejtori i shkollës duhet ta menaxhon shkollën në atë formë që mos lejon që nxënësit ta dëmtojnë atë anije. Kjo do të thotë që i pari i komunës, i pari i shtetit, secili që ka përgjegjësi, që është kapiten i një anije, të mundohet që ta menaxhon në atë formë, duke fituar kënaqësinë e Allahut fillimisht dhe pastaj duke e udhëhequr domthonë atë pjesë që e kanë në përgjegjësi drejt synimeve të dobishme në jetën e tyre të dunjos dhe jetën e tyre të ahiretit. Fatkeqësisht shpesh shohim njerëz të mirë në vetvete, të devotshëm në vetvete, arsimdashës vetvete, bamirës vetvete. Mirë po, janë indiferent ndaj fenomeneve të ndryshme të shoqërisë. Për shembull, prindi i devotshëm shkon në xhami, nuk e merr me veti djalin apo nuk e udhëzon vajzën që të falet. Drejtori arsimdashës në shkollën e tij e don leximin, e don librin, e don shkollimin, por nuk interesohet që edhe nxënësit e tij të jenë në nivelin e duhur të shkollimit.
Imami në xhamin ndoshta nuk është aq i kujdesshëm që edhe xhamati të arsimohet dhe edukohet fetarisht që ngritet niveli i tyre fetar. Kryetari i komunës ndoshta nuk punon edhe me aq zell që të përmirëson gjendjen sociale, ekonomike, infrastrukturore të popullit ku ai menaxhon. Kryetari i qeverisë apo i shtetit e gjithashtu. Qëndrimi indiferent e këtyre njerëzve karshi fenomeneve destruktive, fenomene negative, është shumë i rrezikshëm dhe shkakton që anija të fundoset, shkakton që mos të zgjat shumë. Dhe në disa tubime dhe ligjata kam thonë shpesh herë që si presim na që anija jon mos të zhytet, mos përmbytet, kur anija jon i ngjan djathit zvicran që thuhet me vrimat e shumta që ka. Ata po ta bënin një vrim do ta përmbytnin anijen. E para mendo anija jon e shoqërisë tonë, do thotë ka shumë vrima në të. Edhe nuk i duhet shumë që ajo për një me të përmbytet. Dhe këtë kjo situatë do të e alarmon situatën, e ngrit alarmin në nivelin më të lartë të mundshëm dhe kërkon prej të gjithë nesh që të mobilizohemi për të qenë vigjilent ndaj dukurive negative që përhapen shoqërinë tonë, të jemi të vetëdijshëm rreth tyre, të mobilizohemi me mjetet e mundshme në shtetet tona dhe të ligjshme, të luftojmë ato dukuri negative për të mbrojtur vetveten, sepse luftën që e bëjmë për të mbrojtur ata, realisht e mbrojmë edhe veten tonë. Dhe kjo është një element që duhet ta kemi parasysh vazhdimisht në veprimin tonë shoqëror dhe na jemi dëshmitar të asaj se shumë dukuri negative që s'kan qenë të njohura më herët në shoqërinë tonë tani janë të pranishme. Dhe s'do mend se të gjithë na ankohemi për tyre dhe i shohim. Por a mjafton vetëm të jetë ankesa me gjuhë apo duhet bëhet edhe diçka konkrete? E këtu qalojmë dhe këtu ngecim, do thotë, kur vjen momenti që na të marrim iniciativa konkrete, hapa konkrete, fushata konkrete, këtu na qalojmë, edhe nuk dim se si të bëjmë. Ose nëse dikujt i kujtohet të bëndë njësë gjë, e ka në mënyrë stihike, e ka fushatën momentale, e nisë iniciativë me një stuhi, me një vrull, me një ofanziv, edhe aty ndalet edhe e lenë në gjysmë. Dhe kjo padyshim është do të një edukim i gabuar që është i pranishëm në mesin e muslimanëve. Na kemi nevojë për fushata, iniciativa, do të veprimtari të organizuar, të planifikuar, afatgjate për të ndërtuar një individ i cili do të jetë besimtar i devotshëm dhe i dobishëm për rrethin dhe shyn ku ai vepron, sepse kështu na mëson neve Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ky ummet është i përzgjedhur dhe është i hajrit për shkak se urdhon të mirë ndalon nga e keqja. Siç thot Allahu në Kur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yani ummeti më i mirë që ndal për njerëzimin, urdhërojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Pra mirësia e këtij ummetit që ka lidhur ngushtë me urdhërimin të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe në moment që nuk e kemi këtë parim të pranishëm në jetën tonë, atëherë na nuk i kemi edhe këto veti dhe nuk mund të jemi ummeti më i mirë i dalën për njerëzimin. Gjithashtu tregon Allahu Xhelal në Kur'an se kompaktësia e shoqërisë mbahet nëse ata janë vigjilent ndaj dukurive negative dhe reagojnë në mënyrë domethënë në vullnet të lartë dhe me ambicie të mëdha ka shiktimin e dukurive negative. Dhe thot Allahu Xhelal al-mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Besimtarët janë miq e njëri tjetrit. Çka i lidh ata? Parimi, urdhërimi të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Do thot ky parim është ai i cili i bën troç besimtarët, i lidh njëri me tjetrin, do thot brenga e tyre e përbashkët ka shi dukurive negative. Brenga e përbashkët ka shi prishje shoqërisë, ka shi veprime destruktive që e shembin dhe e rënojnë një shoqëri e cila ndoshta është ndërtuar me një mund të madh prej hoxhallarëve para nesh edhe prindërve dhe baballarëve para nesh. Dhe për këtë shkak, kjo lidhshmëri duhet të ruhet dhe duhet të kultivohet në këtë formë dhe të eliminojmë qëndrimin indiferent, se përndryshe na i shohim tabore të tjera dhe bloqe të tjera, të cilat nuk synojnë ndërtimin e shoqërisë, por ata veprojnë dhe punojnë për të rënuar atë. Se si ata gjejnë gjyt përbashkët dhe bëhen troç për të shembur vlerat. Për shembull, Allahu Xhelal në Kur'an tregon për munafiqët, wal munafiquna awliya ba'dhum ba'd. Dhe munafiqët janë miq të njëri tjetrit. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Urdhëjnë të këqija dhe ndalojnë nga e mira.
Do thot, edhe ata mlidhen rreth një parimit. E parimi tyre është prishja, është shembja, është rënimi, është destruktiviteti, është degenerimi, që normalisht janë gjëra që na i shohim se si ata mobilizohen dhe organizohen mes vete për të përhapur të gjëra të dëmshme dhe të rrezikshme për një shoqëri. Në anën tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon vazhdimisht se urdhërimi të mirë dhe ndalimi nga e keqja, përveç që na sjell pozitë më të mirë dhe ndryshim të shoqërisë në aspekt pozitiv, gjithashtu na sjell domethënë bereqetet e Allahut xhelal dhe pranimin e lutjeve tona. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë ose do të urdhëroni të mirë dhe ndaloni nga e keqja, ose Allahu do të ashoni dënim, të cilin nuk u largon derisa ju nuk domethënë e ndryshoni veten tuaj, ose do të urdhëroni të mirë dhe ndaloni nga e keqja, ose Allah do të përçan mes jush, ose do të urdhëroni të mirë dhe ndaloni nga e keqja, se përndryshe do t'i bëni dua Allahut, e Allahu s'do pranon lutjet e juaja. Pasojat negative nga qëndrimi i vendit janë të shumta, përveç degenerimit dhe prishjes, janë edhe dënimet e Allahut, mospranimi i lutjes, përçarja mes vete e kështu me radhë. Për këtë shkak, do thotë, të gjithë na duhet të ngrisim zërin, do thotë me fakte dhe argumente, me butësi dhe urtësi, ka shidukurive negative dhe të mundohemi t'i përmirësojmë atë, se përndryshe kur të fillon përmbytja e anijes, nuk bën dobi as mosha, as aftësia, as dituria, as posti, as pushteti e as forca. Do të na kemi shembullin për shembujve që në kohën e fundit janë të freskët në mendjet e të rive dhe të rejave. Anijen që e emërtuan Titanic, anije që tentuan me të sfidojnë ligjet që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Por çka ndodhi me të? Ajo u përmbyt, edhe u bë shembull e një domethënë tentative të dështuar të njeriut kundër ligjeve që ka caktuar Allahu xhelal dhe duhet të jetë shembull vazhdimisht se kur të fillon të përmbyset anija, atëherë nuk i bën dobi asgjë. Pra kjo ishte një sqarim i shkurtër i këtij hadithit edhe qëllimit të fjalës, do të thotë para se të përmbytet anija ose para se të fundoset anija, do të qëndrimi i vigjilent, ngritja e vetdijes, urdhërimi të mirë, ndalimi nga e keqja, përmirësimi i shoqërisë, duke përmirësuar edhe veten. Të gjitha këto me urtësi, me butësi, me largpamësi, me një qëndres, me një durim, pa u lodh në vazhdim dhe pa dëshiru që ndryshimet janë të përnjëhershme, të janë brenda natës edhe ditës, sepse është e pamundshme, por nëse na vazhdimisht punojmë dhe veprojmë, besoj që me ndihmën e Allahut do të vjen bereqeti dhe ndihma dhe fitore për Allahut subhanahu wa taala. Një njeri i cili fal namaz dhe nuk thret në rrugën e Allahut. Allah në ka kryu që të adhurojmë, apo të bëjmë davet? Pjesë e adhurimit është edhe daveti. Dhe to ndarja, se adhurimi si adhurim është termi i gjerë, të cilën dietarët e kanë definu në atë formë për të kuptuar se të gjitha veprimet tona futen në adhurim. Andaj Imam i Madh Ibn Taymija rahimahullahu taala thot: "El ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal aqwali al-zahirati wal batina." Adhurim është term që përmbledh në vetë të gjitha veprimet dhe fjalët tona, të mbrëmshmet dhe të dukshmet, me të cilat është i kënaqur Allahu dhe i don ato. Pra të gjitha veprimet tona që i don Allahu dhe është i kënaqur me to, qofshin fjalë apo vepra, të mbrëmshme apo dukshme, janë adhurim. Kështu që kur na e falim namazin, adhurojmë Allahun, kemi dëshirë që këto vlera të mira që i kemi në jetën tonë individuale, t'i përhapim shoqëri. E kjo është urdhërimi të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kjo është thirrja në Islam. Do të mira që na i gëzojmë t'i ndajmë me të tjerët. Muslimani nuk është egoist, nuk është vetjak. Nuk punon që vetë futen parajs në xhenet, po mundohet që të gjithë njerëzimin të futë në xhenet. Dhe kjo ishte, do thotë, qëllimi i dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për të cilin Allahu në Kur'an tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ty o Muhammed kemi dërguar mëshirë për mbar botrat. Do thotë, qëllimi i muslimanit është që këtë mirë që e gëzon ta ndan me të tjerët. Që këtë mirë ta gëzon të tjerët. Dhe kjo është e vërtetë. Na kemi shumë raste të njerëzve që kanë jetuar në fe tjera apo ideologji tjera, pasi qenë udhëzuar në Islam, thënë ne tani kemi lindur. Andaj kur e pyesin sa vjet i ke, ai numëron vetëm vitet e Islamit. Ato vitet para Islamit nuk i numëron. Pse? Se i duket se sikur se s'ka pas jetë. Dhe shpesh kemi dëgjuar për ty duke thonë: "Ku jeni ju musliman? Ku keni qenë më herët që të na ofroni Islamin dhe të na goni vlerat dhe mirësitë e Islamit?" Për këtë shkak thotë
kur muslimani e kupton se duhet të adhuron Allahun, ai me automatizëm e kupton se këtë adhurim të Allahut dhe këto obligime të Zotit duhet të mëson edhe të tjerëve që edhe ata t'i gëzojnë domethënë këto të mira sikurse i ka gëzuar domethënë ai besimtari i devotshëm. Po, por krijon konflikte daveti i atij personi, kështu që nëse njëri udhëzohet në vend që të adhuron Allahun, të falet, të kënaqet me adhurim, nëse bën davet, krijon konflikte dhe krijon armiqë të ri. Konflikti edhe armiqësia është më rëndësi që mos jenë produkti joti. Mos jenë domethënë ti t'i kryesh ato, ti shkaktojsh direkt. Armiqët të ketë vazhdimisht. Çdo njeri i mirë, çdo njeri i pastër, çdo njeri i ndershëm do t'i ketë armiq të prishurit të pandershmit. Edhe kjo është histori e mirënjohur. Domethënë nuk ka vend në botë ku njeriu i mirë, i devotshëm, i pastër, i ndershëm nuk ka pas armiq njerëzit e pandershëm dhe të papastër dhe jo besimtar. Kjo ka qenë me njerëzit më të mirë të njerëzimit, ka ndodhur me pejgamberët e Allahut. Njerëzit që historia botërore i njeh si njerëzit më të mirë në historinë e njerëzimit. Dhe me to ka ndodhur një gjë e tillë. E nëse atyre u janë bërë armiq, familje e tyre e ngushtë, axhallarët e tyre, populli e tyre, apo të tjerët, atë çka do ndodh me ty si besimtar, do thotë individ i thjeshtë, ndoshta nuk ke as diturinë e pejgamberëve, as devotshmërinë e tyre. Dhe këtë gjë Allahu na tregon shumë qartë në Kur'an dhe thotë: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhuna ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura." Dhe kështu na çdo pejgamberit i bëm përcaktuam armik për njerëzve dhe gjinave të cilët bashkëpunonin mes vete duke e frymëzuar njëri tjetrin me fjalë të stolisura. Do thotë pejgamberët e Allahut kanë pas njerëzit armiq. Ata kanë ditë komunikojnë, ata kanë përdorur metodat e urta dhe të buta. Ata kanë qenë durimtar në sprovat dhe hilet dhe trysnit dhe zullumet që kanë bërë popullit tyre. Por prapë armiqësi ka pas. Që do të thotë se ti sot sado që do të mundohesh të jesh indiferent dhe fenomene negative. Dhe të mundohesh bësh besimtar i vërtetë dhe i sinqert për veten tënde, nuk do të jesh rahat nga armiq. Kjo është një. E dyta, po ti nuk punove që të ndryshosh shoqërinë. Edhe po mbetet ti si ajo molla e pa kalbën në mesin e mollave të kalbuna, kush garanton ty se nuk do të kalbesh edhe ti? Dhe për këtë shkak besimtari i devotshëm dhe i mençur është ai i cili punon që të përmirëson ambientin ku jeton që mos të kalbet edhe vetë, se përndryshe, nëse lejon të kalben mollat për rreth tij, do t'i vjen vendi të kalbet edhe kjo është e vërtetë dhe e dëshmuar praktikisht, domethënë. Qoftë me vendbanime ku të muslimanëve ku s'ka pas xhamia dhe në mungesë të xhamiave ka filluar devijimi dhe degenerimi, ose për shembull me jetesën e dikujt me një ambient të jo muslimanëve kur me jetesën e tij në atë ambient ka devijuar dhe njëri të rrezikshëm. Andaj muslimani përveç adhurimit ndaj Allahut duhet që të përhap mirë në rrethën e tij për ta mbrojtur veten e tij. Armiqësia domosdoshmë do të jetë si një veprim i atyre që nuk e dojnë të mirën. Për shembull, ti nëse e merr njëri që ka jetuar në shpellë një kohë të gjatë dhe dëshiron që ta nxjerrësh nga shpella në dritë, ai do të jetë armik i yti. Pse do ti mundohesh të nxjerrësh në diell, a dielli mund pengon. Sa është mësuar, do të syri i tij është mësuar të jeton në verbri, në errësirë. Dhe nëse ti nxjerr në diell, ai pengon. Njeriu i semur, nëse mundohesh ta nxjerrësh në ambient përshtatshëm, i pengon. Pra kështu që jo çdo herë njerëzit e gjithë janë në natyrën e pastër dhe u pëlqen gjësen që është e mirë, ata vetë do të pozicionen armiqësisht ndaj teje, edhe nëse ti je pasiv. Na kemi raste të shumta të njerëzve, edhe pse janë besimtarë të devotshëm dhe janë pasiv, të tjerët përreth i vërsulen dhe e sulmojnë dhe armiqsojnë pa u bë ky asnjë gjë, pa u thon asnjë fjalë të udhëzimit atyre. Dhe për këtë shkak përdesë armiqësia do të vjen detyrimisht atëherë spaku na të mundohemi që nëse ka armiqësi spaku të mundohemi të tregojmë një fjalë të mira, këshillat e Zotit dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një debat me një person i cili fliste kundër fesë islame, ai thoshte kështu: "Unë respektoj islamin, respektoj sidomos ato muslimanët që adhurojnë Allahin dhe kanë parime në jetë, nuk pinë alkool, nuk bën zina e tjerë, por ajo që më pengon është publikimi dhe insistimi me çdo kush i manifestimit të islamit, si ezani, daveti, videot e shumta, për shembull një shembull thjesht në YouTube, thotë pse katolikët nuk kanë video në YouTube, pse nuk thrasin katolikët në fenë e tyre në YouTube, thotë muslimanët insistojnë në të."
Pikë pari do thotë nuk është e saktë që vetëm muslimanët insistojnë në parimet e fesë dhe në manifestimin e parimeve të fesë nëpërmes minareve, ezanave, shamijave, mbulesës islame, djemve të ri që falën apo që mbajnë mjekra e kështu me radhë. Edhe ata krishterët e manifestojnë fenë e tyre, për shembull nuk ka vend ku ka krishterë s'ka kisha. Bile ka kisha më shumë që ka nevojë për to. Na jemi dëshmitar në këtë shtetin ton këtu, ku ky shtet ka ndërtu kisha në vende ku s'ka njerëz as pak. Thjesht për motive politike, thjesht për mbisundu fetarisht domethënë. Andaj sipas informatave të fundit që dolën nga për gazeta ishte se ka 1485 kisha, a janë 580 xhamia. Nuk është e vërtetë se ata nuk i manifestojnë domethënë. E para, e dyta, ata kanë kanale satelitore të shumta që marrin predikime të ndryshme fetare 24 orë. Që që s'ka nevojë për YouTube. YouTube i ka mbet muslimanëve të ngrohtë që s'kan parë edhe lek me bë radio, domethënë stacione ndërkombëtare, satelitore ose TV satelitore dhe ata duhet të shfrytëzojnë çdo mundësi sa që është e vogël ai për ta fen, dhe kështu që ai ka mungesë të informatave kur e merr këtë konstatim. Dhe dyta do thotë pjesë e fesë është ezani, s'mund ta largojmë nga feja. Pjesë e fesë është namazi. Nëse ai respekton me të vërtetë këto dukuri të muslimanëve, du t'i kupton fillimisht këto rregulla fetare dhe pastaj e ka malet që t'i percepton dhe e dyta, ne si musliman obligohemi të përhapim të mirën. Fundit, nëse dikush e bën në mënyrë të dhunshme ose në mënyrë domethënë imponuese, atëherë është problem. Ama nëse na shfrytëzojmë çdo mundësi komunikimi që t'u ofrojmë vlerat edhe të mirat, kjo është prej dashamirësisë që kemi ndaj tyre, prej porosive të Islamit, që na mëson Kur'ani dhe thotë kulli nasi husna, njerëzve thuni fjalë të mira, ose për shembull ato na mëson Islami që të jemi bamirës ndaj njerëzve, ose na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë khairukum anfa'ukum lin-nas, më i miri për ju është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Dhe nga këto parime na dëshirojmë që të bëjmë dobi njerëzve, t'u mësojmë fen, fundit la ikraha fi din, nuk ka detyrim në fe. Thuaj erdhe vërteta nga Zoti juaj. Kush do le të beson dhe kush do le të mohon. Do thotë promovimi i vlerave islame nuk është detyrim. Manifestimi i vlerave islame nuk është, do thotë, imponim. Thjesht do thotë kjo është një orvatja dhe një tentativë domthonë që edhe ata ta njohin Islamin, pastaj nëse do ne pranojnë, nëse do ne refuzojnë. Por ajo që neve na brengosë na dhem është se një pjesë e madhe njerëzve e mohojnë Islamin dhe kundërshtojnë Islamin, madje edhe kritikojnë Islamin pa e njohur atë. Bile edhe prej vetë muslimanëve, dhe kjo mu më dhem mjaft. Do thotë se ata pa i lexu Kur'anin, pa i lexu porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë një qëndrim indiferent apo kanë një qëndrim kritik ndaj Islamit. Dhe kjo padyshim është një gjë e shëmtuar edhe nuk është e saktë edhe vërtet. Dhe për këtë shkaqe, do të na shfrytëzojmë çdo rast dhe mundësi për të ofruar njerëzve mësimet e Islamit dhe nëse i kuptojnë, e bëhen musliman, e bëjnë për vete, nëse e refuzojnë dhe nuk e kuptojnë, domthonë thjesht mos kalojnë pa e dëgjuar as pak këtë gjë. Do të thotë kjo se nëse nuk bëjmë davet, fundosim edhe ne. Sigurisht, sikur se shembulli që përmend në fillim. Nëse na nuk bëjmë davet, nuk urdhënojmë ka e mira dhe ndalojmë nga e keqja, me fundosjen anis fundosim edhe na që jemi këtë anis. Na jemi një shoqëri, kjo shoqëri është e përbashkët. E gjithë neve që jetojmë në të. Sikur se anija që është e përbashkët për gjithë ata që jetojnë në të. Ka njerëz destruktiv, ka njerëz të prishur, ka njerëz amoral, ka njerëz domethënë që mundohen të përhapin domethënë antivlera dhe ka njerëz të tjerë që janë domethënë besimtar, të devotshëm, të sjellshëm, të moralshëm, të ndershëm, dhe ata mundohen të përhapin vlerat e tyre. Dhe kjo luftë, do thotë, mes të mirës dhe të keqes është historike dhe do të vazhdon. Dhe nëse na rrim indiferent dhe nuk intervenojmë, atëherë rrezikohemi që edhe na të fundosemi së bashku me të tjerët. Po thjesht nuk e pranon këshillin. Tash, kjo temë është shpesh debatuese mes për shembull një pjesë të djemve të ri që e kuptojnë vlerën e thirrjes në të mirë dhe ndalimin nga e keqja dhe gjejnë një rezistencë prej një shumë të saktuar të njerëzve dhe vazhdimisht e pashtojnë pyetjen, nuk e pranon. Ajo që do të është e saktë se njerëzit jo çdo herë sa të hapi shtigojnë kanë me pranuar këshillën dhe fjalën tonë. Por nisën duhet ditur, nëse ti e ke përdorur një metodë për të këshilluar një pjesë saktuar të shoqërisë dhe nuk e kanë pranuar atë metodë, hulumtoi metodën e dytë. Nëse edhe dytë nuk bën dobi të tretën, nëse edhe treta nuk bën dobi të katërtën, kryesore është që ti të zbulosh metodën me të cilën do të arrish sukses për të bindë, domethënë, shoqërinë se do të ketë dobi nga ajo që ti e këshillon dhe porosit. Faktikisht ka të bën me ty, me këshillat e tuaja dhe me mënyrën e komunikimit tan dhe nuk ka të bën me të vërtetën.
se ka mundësi edhe unë të jam i mangët në këshillat e mia, në porositë e mia. Dhe për këtë shkak thotë, nëse ndodh që ai ka refuzu për zdyti, për shtetit, do sikur se njeriu që shef a duke shpu anijen, si do të reagonte? Me çdo kusht do të mundoj ta mbyllte atë vrim aty. Dhe ti reago domethënë në të gjitha mënyrat e mundshme, të urta, të logjikshme për ta ndaluar atë nga ky veprim. Nëse muslimani e fal namazin, agjeron Ramazanin, shkon në hax dhe asnjëherë në jetë nuk thirr, nuk bën davet. Siç e thon puna e tij në akë. S'mundet me kopasje muslimani. Se do mbile disa dietar musliman urdhërimin të mirë ndalimin nga keqja kanë llogaritë si kusht i 6 i Islamit. Do 5 janë njëra shahadeti, namazi, agjerimi, zekati dhe haxhi. Kjo nuk është në hadith, mirë po prej vlerës që ka sipas argumenteve fetare e ka llogaritë si kushti i 6 i Islamit. Do kështu që ai muslimani i cili e kupton mirë rolin e tij në jetë dhe kupton mirë çka do të adhurimi i Allahut, ai s'mund të rinë indiferent. Kështu që detyrimisht ai do të reagon. Nëse s'mundet ndoshta në formën akademike, në formën profesionale, në formën e organizuar e spaku do të kujdeset për edukimin e fëmijëve vetë, edhe kjo është urdhrim të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Allahu atë më së miri. Ai muslimani i cili nuk bën davet për hir të asaj që mos krijon konflikte, si konsiderohet puna e tij? E ka keq kuptuar situatën dhe e mashtron veten. Ai njeri domthon thamna, nëse rrini diferent do të ketë armiqësi, do të ketë konflikte. Kështu që më mirë është ai të shton numrin e të mirëve të devotshmëve se sa të indiferent, se nuk i paksohet konflikti dhe armiqësia pse ai hesht. Përkundazi, ata do të hipin mbi kokë edhe do të mundohen që edhe këtë adoptojnë. Kështu që si mënyrë më e urtë edhe më e saktë edhe më e dobishme do të ishte që ai të intervenon, të reagon dhe të punon. Allahu din më së miri. Është një hadith i pejgamberit alayhis salam i cili thotë ai i cili hik debateve e ka një shtëpi. Qëllimi nuk është debatet, këto janë polemika sterile të pafrytshme, debate ku sikur se ka qenë në kohën e filozofëve që i thuhet domethënë sofizëm, muhabet kot, muhabet thjesht me fitu mendimin apo i yti. Nuk është për të marrë deri te vërteta ose për të arritur te një gjë e dobishme për gjithë. Kjo është qëllimi domethënë, me ik debatit steril, të pafrytshëm, të padobishëm, ku mundohet secili prej nesh nga vjen mendimi i tij, e jo e vërtetë dhe e saktë, ama thirrja në fe, debati me të mirë, këshilla e mirë janë pjesë që na mëson në Kur'anin, ku thotë Allahu në Kur'an: "Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati ahsan." Thirr në rrugën e Zotit tanë me urtësi, me këshilla të mira dhe polemika ose polemizon me to në formën më të mirë. Dhe kështu që domthon kjo është formë e urtë që na mëson Islami, edhe ai debat tjetë me qëllim për të arritur te vërteta, jo thjesht të fitoj mendimi im apo mendimi i atij. Allahu din më së miri. Mendoj se në këtë formë na kemi rumbullaksu këtë tematik të mos fundosjes anijeson. Pra, kalojmë nga faza pasive në fazën aktive, nga faza e tifozërisë në fazën e lojtarit. Krijues të situatave, të rrethonave, të projekteve, të iniciativave, e jo do thotë thjesht konsumatori i tyre, që fatkeqësisht një pjesë e madhe e shoqërisë tonë janë të gjitha lëmit, jo vetëm fe, por edhe lëmit tjera. Domthonë të bëhemi, sidomos rinia, e shfryzoj rastin që çdo i ri dhe çdo e re të bëhet revolucionar, të bëhet pronor i iniciativave, i ndërmarrjeve, i ambicieve të larta, i aspiratave të larta, që të ndryshojmë këtë gjendje, domethënë cilën gjendet populli jonë për të ndryshuar, për të bënë një gjendje më të mirë në të gjitha sferat, edhe në sferën e besimit, edhe në sferën e politikës, edhe në sferën e ekonomisë, edhe në sferën sociale, pra në të gjitha aspektet të bëjmë ndryshim pozitiv, se me të vërtet ka çarje të mëdha dhe ka ndryshime negative për të cilat nesër do të ankohemi shumë, po atë do të jetë vonë.